për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. I pa bashkë që ishte vetëm në një kamerë të... Vërtet? Telefona. Ty që kemi të gjyru film. Emisioni Gocat Gatini. Ky emision mundësohet nga Ujqafshtama, Konad Albania. Sot në shtëpinë time kam ftuar jo një, po 4 yje. Dhe janë yje për i vërteti. Dhe unë i kam thirrur yje në të dyja edicionet e Big Brother, sepse janë të 4-ta gocat e mia, ju them unë, gocat që kanë qenë pjesëmarrëse kur kam prezantuar unë. 2 prej tyre kanë jetuar në Itali për shumë vite, edhe jam e sigurt që kuzhinën italiane e qajnë, ose s'jam e sigurt. Do provojmë gatuar bashkë. Ndërsa 2 të tjerat jetojnë në Tiranë, kanë gjithsesi të gjitha një të përbashkët. Janë të 4-ta mikesha. Unë i kam shumë qejf sepse janë shumë inteligjente, janë shumë modeste dhe mbi të gjitha janë shumë të dashura dhe të afërta për publikun. Mezi po pres që të vinë në shtëpi, të mirëpres dhe të mund të flasim për gjithçka me çelësinë që i karakterizon. Na kanë ftuar për të na vënë në punë. Për të na vënë punë. Unë nuk e prisa nga Arbana këta, do me thënë, shkojmë të Arbana dhe t'i gatuajmë ne. Faleminderit, thank you, Meredja. Dua dhe pak djathë bri. Të dalu ndërkohë që prit? Prit të ndihmoj. Pritoni, ne jemi të dyja shumë të shkathë. Kujdes frutat. Një. Do bëjmë. Beso. Sara. Unë s'mas kam përshit, pas kam vërë. Prit. Jemi? Po shemë dhe më pak. Rregull flokët. I kështë shkon zakonisht e në supermarket? Po, ma di sot jam veshur pak, se zakonisht e kam takat më të larta. Që ta këtu? Okej, super. Të smaj. Ta këtë. Tjetër? Vaj u liri. Vaj u liri është ati në fillim. Të vrapoj në mënyrë skenike. Jepi. Arbana intro. Më rrëtë s'postan. Do kemi një shpik së mo. Këdari fatizë. Me pishqie dhe Arbana. Mirë se erdha. Erdhe më në fund, finalmente. Buongiorno. Buongiorno, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Ciao, më falë. Hajde ja. Si jeti? Si jeni ju? Ardhur boshëm. E shikoj. Ai beta të gjëra që thash. Kemi ardhur dhe Jani marrë gjitha. Jam shumë e lumtur që jeni sot këtu. Edhe që do bëjmë një girl talk. Ju pëlqen shtëpia? Me që faleminderit, të presim. Po doni, mbasi marrë bisedë bëjmë edhe një tufo të pishilash. Të shkoj. Kemi marrë bikini me vetë, Arbana. Me vërtet? Bravo. Okej. E jani me mua. E jani hym brenda, do gatuam si fillim pak. Tani, Arbana, një pyetje kam unë. Ti këtu e gatuan vërtet? Po.
Këtu gatuar vërtet dhe ham. Nuk është se bëjmë gjasme sikur gatuajmë dhe ti ke shërbyer s'kam brapa. Jo, fare. Madje sot gjithë ta çunat këtu janë privilegjuar që do hanë nga duart tuaja. Okej. Shpresoj që të jenë mirë pasi ne të gatuam dhe pasi ta konsumojnë ushqimin. Ju megjithëse na përgëzoni, na thoni keni gatuar mirë. Na bëni qejf. Vetëm të vërtetën, ju lutem. Bigu 1 versus Bigu 2. O ndam pa dashje kështu. Po vetë zgjodë. Pa dashje ose me qëllim. Është e njëjtë, por performanca varet nga aftësitë. Tani kemi një përvajsuese nga Italia, një përvajsuese nga Italia, një artiste, një tjetër artiste. Unë besoj që nga ana estetike do ta qarim. Kemi dhe Arbanën që gatuan. Po, unë në këtë rast do jem arbitri, nuk do gatuaj, sa do gatuani juve. Një pjatans për ju, goca, një pjatans për ju. Do përgatisni, dhe kush do përgatis më bukur dhe më shishëm, dhe do ta bëjmë një timer. Na vendos një timer për 7 minuta. Për 7 minuta, antipastet më të mirë dhe më të shishme. Që do me thënë, me këto përbërëse që kemi këtu, me perimet, me frutat, me gjithë shka, do bëni një antipastet tjetë edhe mirë edhe e bukur. Po në gjysma të këtyre së di emrat Arbanë. Tranquillo. Pecorino Romano. Për teje jo. Pecorino Romano është një djathë tipik romano që përdoret për bërë lequet pecorino. Pecorino quhet sepse vjen nga pekora, që do me thënë që është i deles. Okej. Dhe është me shisha. Jo, zato mos e thuaj se ta kishe thënë, mos e thoshte Arbana. Pecorino ne kemi këtu. Këtu kemi prosciutto të trash apo jo? Ja hapun edhe kur më thoni që fillon koha. Okej. Tani zgjidhni vetë çfarë do përdorni, jo? Salame non va bene. Salame non va bene. Noi ci prendiamo quello. Ne do majmë frutto. A e di kush nuk va bene? No, amore che Italiana. Ah, qui është spek. Po gjatë të kutuar edhe. Jo. Dëgjoj. Nëse doni ta bëni sallamin me forma të ndryshme, a e dini se si bëhet? besoj që kemi parë diçka në internet, për shkak nuk e dalim. Mos na mëso. Nuk i mëso. A mund ta marrim edhe një gotë tjetër? Po, dhe një gotë tjetër. Nuk e Po, kemi buk. Mund ta vim. Bukën 3, 2, 1. Unë do laj domate. Si duan domatet? Do laj këto. No, ti vetëm fri këto. Fri buk. Qa ka mëllë? Deni mos marrim, mos e ram shumë të zhvit. Unë do të rëmë këto, unë do të rëmë këto. Nëse s'prajnë të rëmë da. Unë do të rëmë tharë, punat në bëndë të shumë. Jo, për zotin, lutem, edhe shparu të rëmba. Kështu. Mund të gatuaj. Mos vjerë. Marri. Da ndihmoni pak, na dua. Elash. Një paninë, Po duhet një sik për burri Arbana. Po, ja, keni çfarë doni juve. Atëherë, prit. Shajtë në imi. Kemi? Falë. Kemi nevojë për klupjor kryori, sepse edhe neve kemi ide, edhe ne kemi fantazi, edhe ne kemi gatuam në shtëpi. Jo vetëm ti që bashkëton dhe ke burr, po edhe ne kemi një eksperiencë. Okej. Atëre. Më tregoni pak, kush nga ju realisht gatua në shtëpi? Unë gatuaj, po unë bëj gjellë, bëj shumë Kush ka mbrapsht për regjistrin pak sura. Unë ditaj. Unë e kam mamin kushiniere dhe disa vjore e kam mësuar. Për shembull, pasta alla carbonara është pika ime e fortë Arbana. Okej. Arbana mos e beso se jori është që këtë vlonjate. Që shanë vlonjate për Që ndonjëherë vlonjatët mashtrojnë pak. Voj shaka, i luam shumë. Do t'i bëjmë me pomodoro? Do t'i bëjmë me pomodoro? Po, këmër. A ju ka vinin të nga goca me idenë që duhet të thoni të gatuani për bashkëshortin e ardhshëm, apo jo? Jo, unë mendoj që bashkëshorti vetë duhet ditë të gatuaj, sepse duhet gjithmonë femra të gatuaj, por... Nëna ime ka qenë nën moderne, që thoshte do studiosh, do bësh shkollën, do kesh karrierën tënde, që e vogël, asnjëherë s'ka përmendur një burr, nuk kam rritur me idenë që duhet kemi burr. Nga prandaj e ka qenë lirë sot, thoshta. Po, kam ngelur në derë. Për shaka. Ne si me asnjëra të martuara. Ne si me asnjëra të martuara. Po ti s'është unas fesë, është kjo? Kur do martoheni, kur do bëni fëmijë, është kjo pyetja që vjen vazhdimisht për të qenë të sinqert, por personalisht që nuk e ndjej këtë unë vetë sepse jam shumë Si e gati?
Apo je gati për një hap tjetër? Por kush e pyet se mua babi për shkak më thot ti të ke qenë babi martohu si. Jo prindërit e mi, unë s'po flas. Ja, jo, më thot mua se po të martohesh me edhe burrin e dy. Babi nuk do që unë. Jo, as prindërit e mi nuk janë kështu, por unë e kisha në përgjithësi. Në vendin ku ne jetojmë Shqipëria, shqiptarët vetë kanë këtë si Sara thot komshiu poshtë. E takojnë komshin. Po jo, po flas në përgjithësi. Jo, besoj që ti ke edhe presion gjithsesi nga njerëzit që të duan dhe të ndjekin, ëh? Nga fansat. Po. Se historia jote është pak më publike. Po, edhe në momentin që diçka është publike, është pak më ka më shumë kërkesë. Besoj që ka ndikuar dhe fakti që Angel dhe Daxi dhanë drejtim shumë shpejt me fëmijë. Edhe bëjnë këto krahasimet që nuk duan bërë. Po ju s'keni në plan. Për momentin jemi okay. Jeni okay. Por kur të vi, është okay. Okay. Ti Dea, me sa kuptoj unë, je single apo nuk je single? Dea kur s'tregon asgjë. Ne kuptove ti këtë? Që je single. Që çfarë? Që s'ke ndërmend të vazhdosh të shkosh në diçka më serioze. Ndërkohë Dea Michelle e martuar me një mirë. Unë mendoja bane që në këtë Dea faleminderit. faktin e martesës ka burin në dorë. Vërtet? Mendoj se po, se unë e dua tani për martesën, që e dua. A ke qef shumë fëmijë apo një? Jo, shumë. Shumë. Po. Shumë unë kam një vrat të vogël edhe minimumi 2 duhet bëhen. Po, atë mendoj dhe unë. Edhe ti? Po, ose 2 goca, duke qenë se ne jemi 2 motra, ose çuna gocë patjetër. Edhe 2 çuna se fillojnë pastaj ajo ty, po që 2 goca janë vërtet shumë. Duke qenë se unë kam shumë marrëdhënie të afërt me ditën dhe e di shumë mirë se çfarë do të thotë. Dea? Unë dua shumë beba, po se din që se, domethënë, pasi të bëj të parin, të dytin, a do dua më se varet se sa lodhet njeriu, sa mundësi ka, domethënë, sa mama e mirë do jem, varet. Nëse shikoj që do më vi lehtë si gjë edhe do bëj si qef është të kesh familje. Unë jam shumë e mendimit, se kjo më thënë ne kemi shumë dëshira, por kjo varet edhe nga mundësia më pas. Unë nuk do doja kur të tregoj egoiste, do doja gjithmonë që fëmijës tim të parë do doja që të kishte edhe një vëlla ose një motër, do doja patjetër të kisha 2 fëmijë sepse është shumë e rëndësishme. Që të kemi një motër ose vllai. Me 3 beba, si e quan? E quan që domethënë domë apo janë mjaftueshëm? Varet sa do njeriu. Unë kam dashur gjithmonë bëjmë. Gjithmonë kam dashur që të kem fëmijë dhe kur kanë ardhur fëmijët i kam shijuar edhe janë kam qenë shumë e lumtur. Nuk është se gjithmonë kanë ardhur lehtë. Por realisht nëse nuk do isha 42 vjeç që jam sot, dhe nëse nuk do kisha kaq shumë punë që kam sot, cilat nga shumë pleksi, realisht, unë do kisha bërë më tepër. Vërtet? Po. Më shumë se 3. Më shumë se 3. Pra është e thjeshtë. Nuk është, patjetër. Mos na tron. Jo, kam fjalën. Jo, kam fjalën për rritjen, se më duket shumë përgjegjësi. Nuk është e thjeshtë, prandaj po them se normalisht unë mund t'i bëj dhe i kam ekonomike që t'i mbaj edhe 4 edhe 5 datë në shtëpi, po puna është dua të rri me ta. Po, normal. Nëse rri me ta, pastaj nuk bëj dot të programet që kam qef, edhe udhëtimet që kam qef. Do të thënë jemi disë karrierës edhe ekuilibër, se ata kanë nevojë për nënën. Arbana, unë mendoj që një vajzë duhet të jetë shumë e plotësuar. Në moment ku është e plotësuar, pastaj përpara një Ruben, se nuk ka ndonjë gjë. Unë ndonjëherë shikoj që i gjykoj shumë të gocat që thonë që unë dua të ndjej karrierën ose nuk më pëlqejnë fëmijët ose nuk dua. Jo, s'është për të gjykuar, zgjedhje personale, ka njerëz që nuk duan të bëjnë fëmijë, është okay. Ti je plotësuar dhe ti mund të vlasësh. Po, patjetër. Ti je plotësuar nga ana personale, por do ta bëj. Por vetëm të qenit në çift. Jo, unë po them të kesh 2 ardhura nga ana financiare, nga ana ekonomike, ku je pak më i qetë dhe sigurisht ke edhe familjen tënde afër, ke një suport, pastaj edhe gjërat shkojnë më mbar dhe përpara një lidhje ti lidhen e shijon, ndërkohë kur një vajzë është e vogël, është pak më e vështirë që të bëhet nën thua. Jo, është pak më vështirë sepse ndoshta nuk ka arritur akoma te pjekurinë e dur. Ndërkohë ku ti ku ti je pjekur, e shijon akoma më shumë. Ti Të qenojt nën? Ti Arbana në këtë rast është një grua, është një vajzë që ka arritur, ka bërë shumë sfida në jetën e vet, dhe familja ka ardhur, Eduardi dhe familja ka ardhur në momentin e dur, dhe ti e ke shijuar akoma më shumë, mendoj. Po, besoj se po, megjithatë edhe sikurt fëmijët kishin ardhur edhe më parë prap shumë të lumtur. Besoj që ai gjet njeriu balancë. Po, do shumë një gjë, i gjen hapësirën. Mami më ka bërë mua kur kam qenë 21 vjeç, edhe tani që kur isha 21 vjeç nuk e mendoja do të bëja fëmijë, po tani që jam rritur them, po të kisha bërë një fëmijë siç bëri mami im, do e kisha tani si shoqë ose si shok. Dhe them, ndoshta se kam pas aq mirë që e kisha frikë edhe
Dhe a thë edhe njerëzve të tjerë, tani për shokët që janë 20 vjeç dhe mos kishur frikë të bësh fëmijë, sa ato rriten, kanë parë gocat e tezës për shembull që rriten, të bëhen si shoqë, të bëhen pjesë e jetës, kështu që Me ne instikti, ja? Instikti është që 20 vjeç, ti e kupton bebit në që mba në krasi, ti është 20 kur ka nevojë për ty, kur ka nevojë për mamin, kur duhet të kujdesesh për të, kështu që nuk besoj që ka një moshë të përcaktuar. Por problemi është që edhe fëmijët, për shembull ti bësh, unë mendoj që familja është kryesore. Kur ti je 20 vjeç dhe lidhesh, është më e thjeshtë pastaj të ndash ose të krijosh një familje që pastaj të ndash. Ka familje që shumë duan mamën me babin tim, pse? Po është një kohë tani që ka Instagram, që ka këtë. Çfarë ka shundime? Do të di çfarë ka ndryshuar sot. Se njerëzit ju a them çfarë ka ndryshuar që të kuptoni edhe pse unë nuk jam martuar akoma. Një herë dea. Mua më tregojnë babi me mamin tim se si janë njohur. Babi I bënte serenata poshtë dritares. E priste me orë të tëra që ajo të dilte. Vetëm sepse e donte dhe ajo akoma çfarë bënte mami? Çfarë bënte mami? Mami bënte lozonjare, i bënte lajka, nuk I thoshte atë. Nuk ja varte. Jo, nuk është se nuk ja varte, është shprehti që e kishte qef, e pëlqente, mund të rrinin bashkë, frekuentoheshin, por prapë nuk I jepej 100%. Dhe ai respektonte këtë gjë. Po pse jo, unë kam të kundërtën e dedishës. Babi më është aq I mirë dhe aq I sjellshëm sa është shumë me vështirë të gjej njerëz që të ma mbushin mendjen kur kanë parë një marrëdhënie aq të mirë. Por pyetja është, çunat sot, një sekond, çunat sot të bëjnë like, një sekond. Mund të fusim të gjithë në fest. Jo, është ai romanticitet. Arbana është e çuditshme që vajzat ankohen për djemtë edhe djemtë ankohen për vajzat. Nuk e kemi kuptuar akoma. Djemtë nuk kanë të drejta ankohen. Dhe nuk e dim në këtë ditë ku qëndron problemi tek djemtë. Jo, unë mendoj që tek të dyja palët. Ti ideja të bënte një djalë për ty, që ti të ndjesh e për të dhejdur, e dashuruar. Çfarë të më vënda I mua që unë të ndjesha për të dhe... Po mirë, ajo, unë të them gjëra tani, po ajo për kushtimi shikohet në përditshmëri. Por mua më pëlqejnë pak dhe këto gjestet që janë pak më të mëdha edhe pak më... që duken pak më shumë, për shumë një serenatë që bënin mami tim, s'ma ka bërë asnjëri. I do I qeshje ti të tani serenatë, come on. Por atë burin me fat që ka shumë qefdeja, bëj një serenatë vajzës të lutëm, martoje, bëj një dy bebë të bukura se dalin bjellë me së bëqjedhi. Po ju sa që I keni artist, serenatat ka bërë ti Fredi, Jori? Atëre Fredi për parë gjithë talis, mund të flasën I ka bërë një super dedikim Jorit në gjuhën shife. Se mbaj mund. Shikjo. La ragazza albanese është një dedikim në mënyrën e vet. Por që ti mund të pretendosh fjalë romantike nga një këngëtar. Po bënte freestyle edhe të përmendi ty në koncert. E kemi këtë video. I kam prerë unë këto. Edhe është ka qenë për ko prerë. Jo, po jo. Po bo publike marrëdhënia. Ka qenë duke bërë freestyle, por atë ishte kohë se çiko, problemi freestyle se shqiptarët mase nuk e kuptojnë është që ti kur je kundër njëri tjetër duhet ta shash, që atje lejoj çdo gjë, pastaj me respekt ti jep dorën dhe mbaron, atje shahen shumë. Edhe ishin se nuk është tanto nuk është publikar, nuk mund ta shoh, se është pak me fjalë të pista. Po, ajo ka qenë ere parë, po I përmend faktin që lejve ishte shqiptar, po. Sa ku keni bashkë, Jore? Që jemi bashkë, kemi 2 vite. 2 vite ca. 2 vite ca. Që njohemi 3 ca. Okej. Beni po ti? Sa mirë ky karçof Arbana, e ke provuar? Shishme. Nga unë dhe Gabeni nuk e përgjigje sot. Arbana ka bletur disa karçof që tërgojmë këtu. Por të dorni, Arbana më pyet për panda sikur nuk e di, kupton, janë të pyetje për publikun nga shtëpia. Pra, ne vetëm në qoftë se është I bëjmë për vete këta, edhe patjetër. Po jo, ajo vërtet. Po ti bësh për vete. Edhe fakti edhe që për shembull një femër është independente, një femër për shembull si ty, karrierën e tij pak mund ta bëjnë në difikultet buri se thot kavolo. Arbana bën gjithë këto gjëra, ndërkohë në një situatë për shembull si mund të jetë kjo në Shqipëri ku gocat nuk duan të punojnë, dorëzohen, do të punojnë, do gjej buri me lek.
E kuptoj. Pra duhet të jetë gjithë baroni në një garë, le të themi, qoftë me lirinë e saj ose po brevësion. E kuptova. Okej, po, më Po doni që duhet të jetë 50 Larg qoftë o zot tropkit diku. Palët njësoj? Jo, pse? Jo, nuk e kanë atë në Si 50-50. Ma no, për këtë qenë për xhamen. Për dashurinë. Jo për të kërcëmit, se normal në fillim do jetë burrë Thash të bëj po pak thot, më shumë, të bëj për vete. Pastaj me vajza në marrëdhënie të japi. Ju e marrëdhënie Jetë një a ju garantisur 50. që ta shprehni ju të parat pëlqimin ose dashurinë për dikë apo keni pritur gjithmonë? Jo. Për mua ka qenë gjithmonë shumë i qartë kur dikush më ka pëlqyer dhe atëherë unë i kam dhënë një shans atij personit kur më ka bërë shumë të qartë që më ka pëlqyer. Okej. Po nëse për shembull një nga këto çunat këtu, ty të pëlqen. Pra ti e pëlqen atë. Unë e pëlqej atë. Unë para pëlqej njerëz që nuk më pëlqejnë mua të parë. Domethënë, nëse ai nuk më vjen brapa, nëse nuk përpiqet Pra, ta. nëse nuk e bën ai hapin e Duhet i padukshëm. Jo, nuk e kam aftësinë ta pëlqej një mashkull. E përkthejmë këtë gjë, dashuri pa sy. Unë dashuroj vetëm po kam një njerëz që më dashuron. Po ai mund të jetë perfekt, po ai për shembull nuk shpreh dashurinë, për mua nuk them, ti mund të jesh edhe kujt di unë. Jam super dakord me Jorin. Është pa sy. Po di, po femra është pa sy e fiton. Po femra dashuron kështu dhe nuk Qa është një gjë, një tipar të një punë që ju nuk do të toleronit për asnjë arsye? Agresiviteti, mankanca e taktit, du një person që të vë gjithmonë në palën tënde, që të kuptoj. Një bënjada, njëse. Ja, kam dy. Ja, fakt libër bëja. Vazhdoni ju, ta bëjmë kështu si Sara. Jo, jep ide, s'ka gjë. Unë do them mungesa e inteligjencës emocionale, që shumë çuna nuk e kanë shumë të zhvilluar inteligjencën emocionale dhe kjo i bën që të mos jenë shumë të qartë ose e shoh shumë shpesh të sicen në marrëdhëniet në Shqipëri, kështu që mua më pëlqejnë meshkujt që kanë inteligjencë emocionale dhe arrin të të kuptojnë. Po gabove pyetje, në tha një gjë që nuk do të toleroj. Mungesa, nëse ai s'ka inteligjencë emocionale, nëse s'ka empati, unë nuk do e toleroja dot. Një njeri pa empati, pa zemër, pa kështu nuk do më pëlqen të kurrë. Edhe unë jam shumë të kjo pjesa e agresivitetit, nuk do e duroja kur, domethënë që Ai duhet çik mashku. jo, nuk flasim për atë Çik pjesë. burr tani se s'do e marrësh ti me vete. Unë jam çik dominante. Jo, as nuk jam fare Nuk që burri pak burr, unë Po pak burr, çfarë të bën pak burr? Që të përtasesh një gruaj. Jo. Për te kisha në vërtet. një njeri toksik. Jo, Unë burr s'më quaj të Do të javë mesazhet kam. Jo, Pikërisht. Jo, agresiviteti në kuptimin jo që të cënoj ty të drejtat e tua si njeri, se ne nuk do dalim. Dhomën e gjumit. Po mirë. Që të Pra, të lloj agresiviteti kishe ti. që do burr që ti thotë për shembull, Ti jetë pak lider. Ai ti thotë jo. Atëherë ajo do të zgjedhë si pëlqen, eksitore dhe në atë fakt. Wow. Jo, për shumë mirë më. Hajde, ne ndërkohë në Sara këtu jemi një persona pak ma sweet dhe Se futet e mua. një person, Dhe në do fik në person sweet. Që të jam shumë sweet. Unë nuk jam Maj sweet. dhe shëndrimin e vet. Tjetë dhe nuk është Jori sweet? Nuk jam jam. Jori sweet e ëmbël? Atëherë unë njoh pak më shumë dhe Jori e tregon sweet jo me fjalë, po me vepra. Ku vepra kjo është Amore, një give me ftohtë në five. botë. Amore, give me Kjo është five. një ftohtë. Rati 5. Mua Jori sa kohë kam që kështu që s'më ka përqafuar një herë. Jo, nuk Vetëm një herë që ka pirë. Cheers. Po çfarë do prindojmë? Unë me Jori. Çfarë doni? Për dashurinë. Okej. Për dashuri. Shëndetin do Edhe do të shikoni në sy do ta batoni këtu në këtë. O zot filloj pra. Dashurinë dhe Jori me dy vinjak. Jo. Drama. Ishte ndërimi 2000, po Ndërsa unë me Jori nxihemi për ditë. me dhe nxjem shumë në rikon. Komedia nga një orë. Nga Big Brother e thonë. A bani kontakte me personazhet? Do të thënë nga Biku lindën shoqëri të vërteta me Lindën pak fjalë. shoqëri të vërteta. Po. Do të thënë paktën unë këtë kam vërtetuar me Benin edhe me disa ish banor Me tjerë. kë bëhesh akoma Sara? Po, patjetër me Dax, edhe me Angel, me Kledin shumë. Këta janë tre persona që bëjmë më shumë. Përshëndesim Angela nga shtëpia. Yes, se përshëndesim Angel, jashtë me dy beba. Edhe këto janë tre banorë që bëjmë më shumë. Patjetër kur shihemi, përshëndetemi me gjithë, por që mendoj që kam ruajtur miqësi. A ke ndonjë me cilën nuk më flet, më përshëndet? Jo. Nuk, me thënë të drejtën, dhe nuk është se kemi rastisur më se secili ka punët e tij, por më duket kur kemi qenë tek promovimi i filmit Pashaporta, jam parë me disa nga ish banorët, po. Dea, ti me kë bëhesh akoma?
Me Jorin. Me Jorin, me Oltën, me Kristin kam folur, me kur Me Amon, kur se ishte shikon. mish ju me Amosin. Po, nuk kemi bërë. Nuk keni bërë? Jo. A ka ndonjë një gjë, apo thjesht nuk keni bërë? Jo, po nga që u përfshin pak ndjenja ato të brenda edhe... E la. Ja, jo, s'kemi folur me kur kemi dalë, kështu që. Pare. Jo. Jori, ti? Me ka komunikon nga Unë komunikoj me Derën edhe me Efin më shumë, edhe me Oltën patjetër, po më pak. Basta. Kaq. A ka që s'flisni? Për veç Jo. Amosin ti? Jo, që nuk... Po jo, sërse s'flas më amos, se si na ka rënë më të takojmë, nuk kam asnjë bad blood ose diçka me të. Nuk është se nuk flas. Kupton, kam shumë respekt, thjesht nuk kam raport të kanë. Okej. Po takohemi që ka rastisme edhe me personazhe të tjerë, përshëndetemi, salutojmë, po kështu. Po. Takohemi pak e vështirë masë se... Tani që kanë kaluar disa vite, kur rimendoni si eksperiencë, çfarë mendoni? Bët mirë që futet atëherë, do kishit dashur mos ishit bërë pjesë? Për mua ka qenë eksperjenca, e kam thënë ndoshta edhe një intervistë tjetër së bashku, ka qenë një nga eksperiencat më të bukura, më të forta, më emocionuese, jemi kënaqur bashkë. Dhe falas kësaj eksperiencës pastaj është hapur një rrugtim akoma më bukur në Shqipëri dhe jap se jemi akoma. Kjo më duket se do hedhi kandidaturën për ministre pas kësaj interviste se Të tjerë. Tani që gati për Shqipe janë përmirësuar, Unë mendoj që jo. Prili përgjithsisht është e kujdesshme në intervista dhe në mënyrën se shprehet, po besoj me sa bëre unë tani, edhe nga fakti që është sulmuar kohët e fundit, përpiqet që të jetë akoma më Beni është sulmuar, një ke... Po, Pse? kohët e fundit është sulmuar. Për ta sqaruar për të janë dhe për ata që po na ndjejnë që ndoshta nuk janë familjar me situatën, Beniada ka punuar në televizionin shqiptar për sa E vërtet. Nga Inari deri në Kurik, ka qenë Ka pasur disa zëra, jo njerëz, disa zëra që ka menduar që kjo nuk është një zgjedhje e duhur dhe ai nuk është një pozicion i merituar nga një vajzë e cila nuk flet mirë akoma gjuhën shqipe se si duhet të punojë në Po, televizion. a mund të ngrej një kundërargument për këtë, si tani u kujtova dhe e kam parë. Beniada i fitoi zemrat e publikut shqiptar, si një vajzë që kishte jetuar në Itali dhe pikërisht aty kishte lezetin të faktit që i miksonte pak ndonjëherë ca fjalë, dhe njerëzit e adhuronin këtë gjën. Dhe ndonjëherë njerëzit për atë gjën që të duan më shumë, më pas kthehen dhe të sulmojnë. Dhe është shumë e çuditshme. Akuza ishte më shumë sepse punonte në një televizion shqiptar dhe supozohet që Shqipja është me drejta që thua ti, por Beniada nuk ishte një emision që fliste për politike dhe për lajme të rënda. Ishte diçka entertainment. Në entertainment njeriu duhet të argëtojë dhe Beniada është një njeri argëtues, prandaj dhe flasim për to. Shumë i bukur në drejtim me Italumani dhe nuk e di po mund ta them publikisht një falënderim sepse ka qenë është një grua, është një gazetare fantastike dhe ajo ka besuar shumë te figura ime dhe falas Ildës kam bërë një rrugtim të mrekullueshme, jam mbritur, jam pjekur, nuk ka njerëz perfekte, ndoshta fakti që unë nuk e flas akoma shqipën ashtu si duhet ta flasë një moderator, basi është gjë që mua më bën veçantë. Beni e ke merituar vendin sepse në televizion ça nuk po shohej gëzuar Doli aty ku doja në fakt video unë që doja të pyesja se si ju duket fakti që dikush si Beniada që nuk flet mirë shqipe, kurzuar nga pushtet ku ka qëndruar në Itali për shumë vite, sulmoj dhe nga ana tjetër në televizione ka plot edhe moderatore dhe moderatore të cilët prezantojnë në kufi të popularitetit. Shikoj, mendoj që çdo njeri ka rrugtimin e tij në jetë. Jo, dhe po çdo njeri tërheq atë, nuk mendoj që promovohet diçka, mendoj që çdo njeri zgjedh të ngjashmit, ata që janë njerëz që duan një lloj edukate ose elegance, do zgjedhin njerëz që janë më elegant, ata që duan pak më tresh, do zgjedhin tresh TV dhe kësaj nuk i shpëton, do se është një botë e lirë, jemi në demokraci. Kështu që çfarë opinioni mund të kemi ne për këtë? Secili bën çfarë do. Mendoj që media ka një lloj përgjegjësie për të serviruar jo modele, por për të serviruar të paktën njerëz talentuar në drejtimin e. Po, e ka këtë lloj përgjegjësie, po nga ana tjetër kur ti shikon që publiku i jep kaq shumë frymë dhe kaq shumë vëmendje disa personazheve që nuk kanë asgjë për të dhënë, përveç se ndonjë shakaj ose diçka që mund të jetë e pahishme për ekranin, atëherë çfarë do bësh? Do bësh paqe me këtë gjë dhe është diçka nga të dyja palët, dhe nga publiku dhe nga media, ti nuk mund të vësh fajin që e ka media apo publiku. Unë mendoj që kjo gjëja bëhet sepse bëhet
bëhet për klikime. Dhe me thënë, në momentin që zgjidhen personazhe të tillë që shfaqen më shumë vulgaritetin dhe nuk janë për atë gjë, bëhet vetëm për klikime, nuk bëhet për asgjë tjetër. Më vjen shumë keq realisht se mendoj që ka vajza vërtet shumë të mëdha dhe djem po ashtu, por probleme shumë tek vajzat. Por që, ajo sjell klikime, sjell para dhe në fund ditës çdo gjë për para bëhet. Po ka diçka që ajo që për ty është vulgare, për dikë tjetër mund të jetë Jo, ajo është vulgare dhe ajo është vulgare për gjithë. Edhe është vulgare për gjithë do ishte aty. Jo, vulgare është. Këtë e din edhe ai që është nga televizori dhe e çon për ta parë. Vulgare pa ma shikohet. Po pra, sepse, domethënë ne këtë lloj gjëje pëlqejmë. Po pse? Ne vëllezërin ta pranojmë, nëse si vend. Ankojmë, po pra pastaj japin klikime diçka që është vulgare dhe e ngrejmë atë personin. Sepse ajo lloj gjëje po shfaqet. Njerëzit në fund që meritojnë punën në orën 8 dhe nuk kanë Nganjëherë, të exagerojnë, po dhe duan të ikin në një botë tjetër nga një. Televizioni funksionon, pra shko sa jesë babitës të funksionon, në qoftë se ti i mërzitshëm nuk funksionon. Është vërtet. Pana, mund të them diçka, unë kam dalur nga eksperienca e Big Brother, kur nuk më ka kaluar në mendje të kërkoj një emision në Top Channel. Në këtë rast, sepse unë vetë e ndjeja që nuk kisha e përgatitur dhe kur nuk do kisha bërë. Do kishte qenë një diçka shumë e shëmtuar për mua edhe për publikun. Dhe gjërat kanë ardhur në mënyrë graduale. Dhe mendoj që nuk është e drejtë të japi mundësinë të gjithëve një emision të rëndësishme. Edhe po një person ka një vlerë, edhe po një person dësha mund të di të moderoj shumë bukur, po duhet që atit personit t'japin një emision me ngadalë, që të rritët pak të pjekët, jo të dalin nga një emision si Big Brother dhe direkt një emision të rëndësishme, sepse nuk është e drejtë. Gjithashtu ne kuptoj skemat, kuptoj se duhet për klikime, për vëmendje, të merret personazhi në atë momentin e duhur se ka shumë vëmendje dhe kjo është fair, e kuptoj dhe shumë mirë. Por mendoj që gjë e duhur është del një personazh nga një emision X ose Y, të rritet avash dhe kur është momenti i duhur ti po ta Veni funksionon dhe në Itali. Belen Rodriguez fitoi Izolën, çfarë doli e dyta, sa më vonë tani, pra kishte shumë vëmendje te Izola dei Famosi dhe pastaj dhanë emisione të rëndësishme. La Valletta. Arbana, ajo ishte shëgër. Ajo ishte shëgër. Belen Rodriguez më ka moderuar në emision. Bravo. Ka moderuar pas shumë vite më Beleni dhe kur nuk i ka thënë njëri moderatore. Asnjëherë. I kanë përdorur gjithmonë fjalën Belen ti vuan, sepse njerëzit nuk thuajnë që je moderatore për jo shëgër, dhe jo është përgjigjur. Po, kjo është një gjë, ti bërë një eżempju shumë të mirë se po ti shikosh kush moderon në Itali, janë persone që kanë 20 vite, është e pamundur që për shembull një gocë del nga Big Brotheri, edhe ti të moderoj Big Brother, mund të bëhet opinionist. Po këtu o zemër, nuk moderon Big Brother. Bëre Big Brother, po janë gjithë ato gjërat e tjera. Mbase ndodh në fan clubin e Big Brother, por në Big Brother jo. Për eżempju Big Brother, gjitha programet e tjera, është një gjë. Janë persone edhe për shembull televizione sportive, televizionet. Për shembull në Itali, se këto do të përsëritet në Itali, këto emisionet sportive, sepse këtu te ne ndër vite emisionet sportive i kanë drejtuar vajza, më shumë vajza. Po modeli nga Italia vjen. Edhe në Itali është njësoj apo jo? Edhe në Itali, më shumë kanë qenë vajza shumë të bukura për të parë, trupin yll, si të përgjithësisht kanë të lidhura me futbollista. Po, dhe në Itali është e njëjta gjë apo jo? Jo, asnjëherë direkt në Mediaset në një televizion rëndësishëm. Televizori sportiv është shumë maskile. Edhe fusin ca goca të bukura që të kamin pak vëmendje, por nuk e kanë atë hapësirën atje, ti e kupton që ajo nuk po moderon, po thot për shembull, mund të bëj 2 pyetje dhe mbaron muhabeti. Nuk e përmban ajo emisioni, ndërkohë Diletta Leotta është shumë e aftë, është shumë unë eżempju. Me gjitha të rrës Benjadës, të gjitha ju keni vazhduar karrierat tuaja pa qenë prezente në televizion, në programe televizive, dhe kanë ecur mirë. Unë kam qenë te Kosherja, po. Kosherja, po shumë pranë Big Brotherit. Po, kam qenë direkt pas Bigu, kanë qenë 2 sezone, me thënë të drejtën mua s'ma merrte në mendja kurrë sepse ai është vërtet program goxha i me pesh. Edhe ke bërë shumë bukur amore. Faleminderit. Jam munduar. Unë nuk është se jam e fushës si moderatore dhe shpeshherë kur më pyesin a do të çonim në ekran, unë mendoj që gjën kryesore që kam është biznesi dhe pjesa influencer me kontrata si brenda dhe jashtë vendit, se unë edhe kur e kam thënë shumë herë dhe kur kam hyrë në Big, ky ka qenë qëllimi im. Se e shoh shumë herë, nuk dua të tregoj me keq, po e shoh shumë herë kur njerëzit hyjnë në reality show për të promovuar, e kanë këtë pjesën që kur dalin nga aty duan të bëhen dikush që nuk janë. Dhe nuk e di pse e kërkojnë këtë lloj gjëje. Ti po e merr vëmendjen, po shfaq atë që ti
do të bësh dhe di të bësh për çfarë ti ke hyrë. Se gjithë po bëjnë influencer, gjithë po të bëjnë moderator, gjithë po bëjnë tash do thoni ju edhe ti u bër moderator, po mirë, okay, tani s'jam, po që Sara, mos të keni ande se asnjëri nuk ta merr punën si blogger. Isha kemi një. Po business wise, ti marrja në Big Brother, a ju ndihmoi goca apo jo? Ju tani të gjitha keni pak a shumë linjat tuaja. Sara ka linjën e saj, Beniada ka linjën e saj, Dea linjën e saj, dhe Jori ka disa punët e saj. Mundojmë me bë diçka Albana, mundojmë. Patjetër ka ndihmuar, po Ka ndihmuar. unë mendoj një gjë për televizorin. Televizori është një hapësirë, ti duhet ta shfrytëzosh, si edhe televizori të shfrytëzon, por nuk duhet të lidhesh me televizorin. Edhe unë për shembull kam pas shumë propozime. Edhe tani kam do vish të bësh këtë rubrikën, do vish të bësh atë. Mua nuk më intereson televizori. Përveç faktit që djem super kështu televizori nuk ka lek. Ka shumë mundim. Nuk vërtet. jo, që vërtet. Po, prandaj punën time do më pëlqen të shumë ta vazhdoj si influencer, dhe atë që po bëj dhe kam edhe sa biznese të tjera. Domethënë kam më shumë. Dua të kem dhe diçka për këtë që tha Jori. Mundoj me sinqert që Jo, është shumë e vërtet. E di pse Jori më fal, sepse shumë herë kur mbasi mbaroi këshirja, pyesin namin tim. Po goca tani ç'a po bën? Është në punë? Nëse në pjesën e influencers nuk e kuptojnë fare. Dhe nuk e kuptojnë që unë sot bashkë me Diteon, motrën kemi hapur një biznes që janë investuar para, investuar kohë dhe është një biznes që është menduar ndër vite. Njerëzit e quajnë punë vetëm nëse ty të shohin në ekran. Dhe realisht më vjen shumë keq. Sa merr ti në ekran, është nga vjen unë e kam. Zero. Po që e kanë Sigurisht. Është shumë çfarë punon. Jo, do thoshë të mbarojmë muhabetin është që ti shfrytëzon Big Brother se ti bësh personazhe, pastaj aty është edhe një thik, si thuhet, me depresa. Mund të dalësh mirë, si mund të dalësh edhe shumë keq. Edhe pastaj është aftësia jote që televizorin tënd ta kesh Instagramin tënd, ta kesh rrjetet sociale tënde, tash ti po bën në YouTube-in ti ke çdo gjë që ke në dorën tënde. Edhe influencerat atë kanë. Pse duhet shpeshherë më thonë, ik në televizor që ti jesh, no, unë e kam atë. Tregoj çfarë të dua unë, me kohët e mia, si dua të tregoj unë, dhe ajo pastaj është sepse Instagram është media. Çfarë? Gjitha këto janë media që në televizor. Anzi, Instagrami shikoj, se televizorit kush e shikon më? Janë shumë pak ato programe që shikohen. Shumica nuk shikohen, edhe janë datet mund t'i googloni, janë skandale edhe në Itali, jo në Shqipëri që okay. Prandaj mediat është the future. Albana mos po flasim pak shumë ne? Jo, Unë vetëm po pi verë, unë jam për tap ndërkohë. Unë se do thjesht kam heshtur dhe po pi. Ja, ti nuk ke asnjë lloj lidhje me televizionin tani për momentin apo jo? Unë jam pak kështu si peshk, shkoj me ku më çon rryma ime. Okej. Dhe s'është se kam pas disa propozime për televizion, po s'është se më kanë pëlqyer shumë, s'kanë qenë gjëja ime, dhe unë nuk jam një njeri që dua me do e mos të luftoj të kem diçka në televizion. Unë shkoj me atë gjën që më bën të ndihem më mirë për momentin, dhe për momentin më ka bërë të ndihem më mirë biznesi im, puna ime. Dhe me që se jemi të biznesi, goca, realisht, më tregoni të vërtetën, në Shqipëri, ja vlen që të krijosh një brand tëndin në një vend kaq të vogël. Ne jemi shumë pak, 3 milionë banorë, kemi 3 mëdhaja. Po ka shumë kërkesë dhe njerëzit e vlerësojnë punën e bukur, edhe kam kuptuar që njerëzit e vlerësojnë shumë edhe punën që bëhet në Shqipëri, edhe kur ty të njohin. Po, edhe kur ty të njohin si personazh. Shqiptare. Ja, ne për shembull kemi produkte italiane. Në qoftë se kishin produkte shqiptare, ka një lloj mosbesimi ndaj produkteve shqiptare. Po, është ushqim. Tek ushqimi, tek ushqimi që konsumohet, të paprecedent. Është ushqim sepse ushqimi ka të bëjë me siguri, ndërsa veshjet për shembull që kam unë, po kanë të bëjnë vetëm me dukje, dhe nëse njerëzit shikojnë diçka të bukur dhe të kanë qef ty si personazh, pririn që të zgjedhin. Dhe mua kjo gjë më pëlqen shumë dhe e vlerësoj shumë të gjithë njerëzit që kanë pasur besim që kanë blerë të biznesi im. Sa ku ke rreth ti që marrësh? Po thuaj se 1 vit. Sara sa ke? 1 vit ka bërë. Edhe ti 1 vit. Po. Beni? Janë 3 vite. 3 vite. Sa faturoni goca? Faturojmë mjaftueshëm që edhe po nuk kemi emision ose nuk kemi hyrje të tjera. Ose si kam si një fronga të shëria? Jo, mendoj që duhet me investu në një brand ose në një biznes, sepse mendoj që po nuk e investojnë njerëz që punojnë në televizion, njerëz që punojnë që kanë pak influencë, nuk mund ta bëjë një person tjetër. Jo, me një mund do të kesh tak bëj. Po, kam vështirë sepse nuk e ka marketingun të fortë, ti mund ta kesh ti. Po një plus që ne themi është fakti që Shqipëria është e vogël, edhe unë atë që mendoj është që komunque
Ja vlen po edhe jo. Unë dhe të e mendimin tim po ike. Po, Po, neve jemi gosesh edhe Kemi punësira, ardhur brandet edhe në fund të ditës ti duhet të shikosh sa është impenjimi jote. Apo është një brand, unë e bëra të pijamave, po tani sondova, diciamo, ho sondato territorin shqiptar, më dha feedback pozitiv patjetër, po jo aq shumë sa ti i fiton ishte edhe katër kontrata ku që vura patjetër. Ishte edhe first time, Jori. Ishte first time, vetëm një herë. Tha një gjë shumë e vërtet. Merkato shqiptar është kaq. Që në senso, unë mendoj që synimi dhe etar është ikin në Europë, që fillon me Shqipërinë, patjetër që jep sodisfaksioni. Po mua kam pasur porosi nga gjithë bota se shqiptarët jetojnë kudo. Ti ngja, një sekond. Jori, edhe shumë është me brandin, sepse ndërkohë që ti ke hapur brandin, ti je fokusuar te bloggerimi, te TikTok-u, nuk mund t'i bësh të gjitha gjërat në mirë. Jo, po Sara do të thosh, Sara do të thosh. Të gjitha paka shumë kemi një brand ose kemi pasur një brand. A bëhesh e besdisur për audiencën nëse ti reklamon vetëm brandin tënd? Unë me këtë, okay. Unë me këtë mendim, për shembull unë kam ndikur shumë Chiara Ferragnin, edhe Chiara Ferragni ka pasur brandin e saj, e ka akoma. Dhe unë kam nisur punën time si influencer. Dhe merja pak shumë dhe shembullin e asaj. Unë nuk mund të tani që kam brandin tim, të bëj sikur unë kam brandin tim dhe vishem vetëm me brandin tim. Unë kam ndihmuar të vesh edhe brandin, po them kot të Deas, e Benjadës, kemi shërbim me njëra tjetër, që ne ndajmë gjithmonë gjatë me njëra tjetër. Ka goca që duan të marketojnë vetëm brandin e vet dhe është në zgjedhjen e tyre. Patjetër kryesore kanë brandin, por unë mundohem që të nxjerr edhe brandet e tjera, si të huaja edhe shqiptare, sepse ku ka më mirë. Por që është vështirë të kesh një biznes të Shqipëri, është vërtet shumë e vështirë. Se qëndron vështirësia. Qëndron vështirësia se pikë pare ne jemi një vend shumë i vogël, dhe jemi një vend paragjykues. Pikë pare një herë fillojmë tek çmimet. Ku shet ti që shet një kostum lino, një X lek. E para punës, para se të hapja brandin, dhe unë thoja që vërtet ka shumë konsumator në Shqipëri që blejnë rroba. Ka, por edhe nuk ka. Sepse e para punës na dalin kostot shumë të larta, sepse është rritur lënda parë dhe deri në finalizimin e produktit të dalin vërtet kostot shumë të larta. Dhe ne na krahasojnë me brende ndërkombëtare që kanë dyqane në çdo cep të botës. Unë nuk jam Zara. Unë kam Zara sepse shqiptar nuk ka një rrogë që mund të blejë një kostum lino. Është vërtet dhe kjo, por ne jetojmë në Shqipëri, ose bie mos të bëjmë asgjë, ose i bie ti marrim gjërat letë që janë tjetër. Në Europën komo. Po, prandaj fillon me Shqipërinë. Dhe ideja është që ti ta nisësh me një lloj standardi. Nëse ky është standardi yt, ti e sheh për më gjatë dhe mbase nëse pas nesër ke fatin dhe më shumë punë, mund t'ja dalësh edhe jashtë shtetit. Por që është e vështirë, nuk është se nuk është. Dhe ka shumë gjëra nga mbrapa. Tjetër që gocat për të pjesën e bezdis, nuk mendoj që bëhemi të bezdisura, sepse të paktën vajzat që më ndjekin mua, më ndjekin prej vitesh dhe më thonë që i frymëzon jeta që unë bëj, fakti që unë jam një sipërmarrëse dhe bëj shumë gjëra njëkohësisht dhe i frymëzon vajzat për shkak që janë më të vogla se unë, po më kanë shkruar shumë shpesh dhe vajzat që janë më të mëdha se unë në moshë, që mënyra se si unë e shfaq jetën time dhe angazhimet që unë bëj gjatë ditës, i frymëzojnë dhe ato që të jenë më aktive dhe të besojnë më shumë të ëndrat e tyre. Dhe për këtë mendoj që ka shumë mbështetje. Një vështirësi që unë kam parë me biznesin tim është pjesa e gjetjes së bashkëpunëtorëve të duhur, sepse kam vërej që rinia në Shqipëri nuk kanë shumë besim te profesionet, për shembull të gjesh rroba qepse të mira. Duhet të thënë njerëzit sikur kanë hequr dorë nga zanatet, nga të pasur një zanat që janë zanate shumë të bukura, duhet të kesh talent, duhet të kesh durim, mund të paguhesh shumë mirë, por rinia ndoshta është shtyr gjithmonë të përfundojë universitetet që janë juridik, kështu gjëra që janë po. Që nuk është puna e garantuar, se ka shumë le të themi, dhe nuk ka shumë njerëz zanatçin që mund të paguhen shumë herë më mirë. Dhe një histori për të qeshur, një herë që bëra një lajmërim për një rroba qepse dhe e nxora me një rrogë goxha të mirë, më shkruanin lloj njerëzish. Nuk ishin punuar si ditë rroba qepse, vetëm se donin atë vend pune dhe thash, e shikoni që edhe me një zanat mund të bëni një rrogë dhe një jetesë shumë të mirë, pra duhet kemi edhe pak besim te njëri tjetri dhe pak besim. Më duket sikur ka humbur pak shpresa këtu te rinia, që ndoshta nëse një vajzë ka ëndër të bëhet rroba qepse ose piktore ose artiste, ka humbur pak besimin dhe të gjithë shkojnë drejt punëve që mund të duken më të sigurta. Më shumë fitohet duke pasur një brand tënd apo duke reklamuar të tjerët, nëse do duhet të zgjidhni?
Sigurisht me Varet nga sa reklama. ti restorante brende të ndryshme ke më shumë hyrje. Shumë të hapur. Po, se unë kam brenin e vogël akoma, nuk jam në një nivel që mund të fitoj vetëm nga brendi. Arbana, ti vetë ke brendin tënd, Banas, dhe për shembull ti kur i ke parë ato frytet, se sa u bë? 2 vjet? 2 vjet. Ose po, 3 lokale, sa po. Dhe të kap si fiksime. Të investojmë te kuzhina, te ushqimit, të gjëra që njerëzit marrin kështu E mendoj më të lehtë se sa me. Jo, ma të Ushqimi është shumë Jo, më lehtë. Jo, më lehtë. Vështirë. Shumë më lehtë. A di pse është i vështirë ushqimi? Sepse ka kohën e raftit që quhet Po. shumë të kufizuar. Që do të thënë, nëse ti prodhon një tiramisu së mëngjes, duhet ta shesësh deri në darkë. Po, Po, ta shesësh deri në darkë sepse pastaj duhet ta hedhësh. Ai është Ndërsa fustanet edhe ju keni limitet tuaja se Jo, po është ndryshe. Po. Po, shumë. Është bërë fast fashion çdo gjë. Por çdo gjë fast fashion duhet ta shisim, po e keni një muaj po gjithsesi. Për ta Ose të ngel aty. Të gjitha kanë vështirësitë e veta. Pavarësisht kësaj, a jetohet mirë në Shqipëri duke bërë punë në influencer? Po. Po. Unë e them kështu po në sigurt. Megjithëse unë bëj 3 punë njëkohësisht. Bëj dhe arkitekte dhe influencer dhe biznesit tim. Se nuk më rrihet, jam tipi i tillë që s'rritet pa u marrë me 100 gjëra. Është një lek shumë jo formal, gjithsesi goca, a? Po unë punoj në mënyrë serioze për çdo gjë. Jo, nuk bëj asgjë jo formale, nuk kam nerva, nuk madje njerëzit që kërkojnë gjëra jo formale nuk janë Domethënë kesh. Jo, fare. Unë personalisht Vlerat që mendoj që punojmë neve shumë e vështirë. Dipendi edhe me kë varet. Unë përpiqem të zgjedh vetëm kompani serioze. Se biznesi do ta ishi si kosta ato. Kjo puna e influencerit për spote dhe gjëra të tilla. Po, kjo puna e influencerit në fakt në Shqipëri është bërë lëmsh për të qenë të sinqert, por unë për shembull që kam shumë vite, kam vite që se mbase njerëzit këtu më vjen shumë keq që paragjykojnë. Unë paguaj taksa në shtet, sigurime, çdo gjë fiksi ai që punon në zyrë apo që ka një biznes, unë kam statusin influencer. Pse vazhdon të thuaj që paragjykojnë njerëzit? Për mua influencer është një punë shumë fan. Duhet të jesh një njeri kreativ, ri para kameras. Dhe jo, nuk ka asgjë për të paragjykuar, sepse një influencer bën një proces pune që në një ambient tjetër ose në një setting tjetër do e bënin 5 veta bashkë. Një influencer, për shembull, ti do bësh një video marketing për një kompani. Po, ti bën regjisorin, bën videografin, bën modelin, bën stilistin. Dhe është një profesion shumë i bukur. Mua është fan dhe është aftësi. Edhe është fan. Po njerëzit e dinë që merr ti. Po kjo s'është për të paragjykuar. Jo, nuk është për të paragjykuar, por për shembull, dikush që punon në zyrë thotë se ti punën qef e ke, por dhe ti në zyrë gjithë ditën, mbas edhe nuk bën asgjë gjithë ditën. Jo, në fakt kaloj të vetes. Goca në lidhje me reputacionin, për të qëndruar politikisht korrekt, ti je zero. Ti je e lirë të bësh çfarë të duash. Po, sepse unë e kam thënë edhe diku tjetër këtë në Instagramin tim. Nga që nuk kam asgjë për të fshehur si njeri, sepse në thellësinë time nuk kam asnjë qëllim të keq, që kam zemër shumë të mirë, jam njeri shumë i dashur, i dua njerëzit shumë, po e them vërtetë për veten time. Nuk kam asgjë për të fshehur dhe jam shumë e çlirët, edhe kur bëj një humor, edhe kur them një gjë që mund të jetë gabim, nuk e bëj asnjëherë me dashakeqësi. Unë jam. Dhe nga që s'kam asgjë për të fshehur, nuk kontrolloj veten, as kur flas, as kur bëj diçka, jam e natyrshme. Unë ke Instagramin kam vendosur të tregoj vetëm një pjesë jetës time, nuk do të flas për politikë, ndërkohë kam idetë mia për politikë, kam idetë mia edhe për çfarë ndodh në botën në këtë momente, po kam vendosur që Instagramin të jetë vetëm për atë që unë dua të tregoj, që më thënë punën time si blogere për veshjet, lifestyle, etc. Okej, po janë ca tematika shumë importante, unë zgjer edhe mbështes disa gjëra, po gjërat e mia të tjera, përveç kësaj, nuk dua t'i tregoj. E prandaj për ato gjëra nuk flas. Ka shumë njerëz që qëndruar politikisht korrekt edhe për të mos mërzitur fallsat edhe për të mos larguar. Nuk japin fare koment. Unë për shembull jam ai lloj persone. Unë jam mbase e kam problem, por mendimin tim e mbaj për vete, unë në Instagramin tim si punajore. Për të mbrojtur gjithashtu punën tënde apo sepse nuk do të konfliktohesh? Nuk dua të konfliktohem. Unë jam shumë njëri që mbaj balanca, jam peshore dhe në Instagram secili ka mendimin e vet, hypset brava, zbritset brava, dhe më mirë e mbaj mendimin për vete, e diskutoj me shoqet, me motrën, me familjarë. Dorsa unë jam pak idealiste si natyrë. Unë kur kam një mendim, nëse është një çështje që unë jam e edukuar, se për çështje që nuk jam e edukuar dhe e di që nuk kam mjaftuar informacion sa të flas, nuk flas dot. Për çështje që unë e di që kam informacion dhe mund të flas,
Unë flas dhe për gjëra që nuk më takojnë fare, nuk kanë lidhje fare me imazhin tim si njeri, vetëm sepse unë kam një mendim për atë gjë dhe dua ta them. Mua ndonjëherë më duket e tepërt kur shumë persona japin mendime për gjëra që vërtet nuk i takojnë. Për të edhe për personazhe. Po jo, për shkak për çështje sociale na takojnë të gjithëve. Nëse do diçka në Shqipëri, na takon gjithëve të flasin. Nëse ti del dhe bën diçka dhe unë del tani dhe jap komente të gjykoj, të paragjykoj, nuk kjo më duket e tepërt. Jo që bën diçka. Po flasim për një gjë që është eklatante, për shembull, është vrarë një fëmijë, atëherë shumë e thjeshtë të jemi të gjithë takojmë postin. Atëherë është edhe që ndajnë audiencë. Bravissima. Atëherë ndajnë audiencë. Kur ndahet audienca shumë, atëherë unë flas në mes. Atë Instagrami është puna ime. Është një gjë që më ka thënë edhe agjencia ime në Itali, neve kemi si rregull. Gjatë politike, gjatë të tjera nuk e bëjmë dot. Unë bëj edhe 2 punë të tjera, kështu që unë flas. Unë me shpirt para disa ditësh ishte përmbytur Durrësi dhe doja të dilja dhe të flisja, por e lash fare se fundja çfarë më duhet mua, populli bën vetë zgjedhje të Po si çfarë më duhet ty që u përmbyt qyteti ku ti jeton? Të duhet. Unë këtë gjën problematikën e shpreh më privatisht sepse janë gjëra, domethënë që i diskutojmë në mënyrë tjetër, unë nuk mund të dal dot dhe të jap mend të tjerëve, apo nuk e di, më duket, unë personalisht më duket e tepërt ose të jap komente dhe të bëj. I lej fare, vazhdoj. Edhe ky ezempju nuk është një gjë që ndan, se është përmbys Durrësi. Po fani edhe atje populli e dim se nga ku. Nga vjen. Qartë, no, si sa, atje është shumë e thjeshtë. Ne po flasim për një gjë që nuk jo, ne bëra një shembull. Ne po flasim për një gjë që ndan publikun, që ti ke 50%. Po nuk mendoni se duhet të pozicionoheni pak, të keni një opinion se duke mos të ndar publikun, duke mos thënë asnjë gjë, ngelemi si kukulla, që nuk thon asnjë gjë, vetëm bukur vazhdojmë dhe kaq. Ka lidhje, po është jemi ne. Ne jemi njerëz me opinione, ne jemi njerëz që frymojmë që kemi një vend në këtë shoqëri, kemi identitet. Si do të tregosh ti identitet, po se tregove? Nuk je profesional në punën tënde si influencer. Kjo është e gjitha, se atëre unë identitetin tim e kam treguar ndjekësit më ndjeken për një X gjë. Atëherë ndoshta je influencer, domethënë ti nuk ndikon tek njerëzit. Nuk i ndikon në politikën ose në gjëra të tjera, absolutisht jo. Absolutisht ideale është mos të kesh strategji. Dhe unë nuk kam diçka që më prek, edhe për popullin më të kundër, unë personalisht nuk kam pasur asnjëherë të frikë të jap mendimin ose shprehjen time. Me veshin e vet. Për çfarë ndjen ti që mund të influencosh me Instagramin tënd? Çfarë ndjen që mund të ndryshosh? Për shembull, diçka që mua nuk më pëlqen dhe kam thënë në disa në rrjetet sociale, nuk më pëlqen ku vajzat exagjerojnë, ku vajzat ndonjëherë bën pak vullgare me veshjon, ku exagjerojnë, me gura, me xixa, me thoj shumë të gjata, me ekstrem. Gjithsesi ajo është çfarë stili, ëh? Është çfarë përgjithshme. Ti nuk është se ke thënë. E di si është puna? Deja sot ka ardhur e veshur pa lidhje me. Jo, mesazhet që unë dërgoj vajzat, Me flasim të tham guxon, një njeri në këtë vend të thot mendimin e tij. Ti je një nga ato që guxon. Jo të gjithë guxojnë. Jo të gjithë guxojnë më. Se kemi gjëra për të humbur. Këtë duhet të them. Çfarë kemi për të humbur nëse flasim dhe Jori e shpjegoi shumë mirë që ka nga tematika që ty po të prek. Po të prek, ti ashtu po diçka që nuk të prek, mbase të përgjigjesh. Nuk është dhe shumë mendoj, e di çfarë mendoj unë që nuk ka në këtë jetë, nuk kemi asgjë për të humbur ose për të fituar, është i gjithë rrugtimi jon që na gjen aty ku ne hedhim hapin, aty është për ne. Ne janë këtu flutura, sa idealiste. Ja, idealiste, thash. Je idealiste. Shiko, çfarë keni bërë se po na nxit për shuta? Ato janë nuk bën pak mjaft. Po të desë, do ta sqaroj se çfarë gjykova jo. Sqaroja votuese. Me pak fjalë se unë nuk filloj. Kjo është agresive, kjo se le të fusësh duar, pastaj thos më ndihmove dhe ka bërë këtë gjë që është përgjysmë. I thash, pri këto i ka prerë, nuk i ka lënë këto. Nuk e lash ato hishen. Unë i lava. Kemi kamera, dhe. Po, kamera tregon që unë i lava. Unë këtu kam thekur pak buk, i kam edhe pak bajë deri, këmi bëna të bëjë në një shumë të mirë, nga ka në Albana nga fshat. Kam bëjë në pak bri, se bri dhe spek është kombo micidiale, sa i pash... Tafi, merrni nga një pomodorini në dorë, Faleminderit Albana. secili. Nga një pomodorini në dorë, se do bëjmë edhe votimin. Atëherë, kjo është pjata e... Po thosh, brin e kam bën si për buku që është pak është shkri pak, spek edhe fruta. Kjo unë mendoj për stagjonin që kemi tani, për konë tani është për...
Bravo, Big Brother 2, Big Brother 1. Bravo, njësha ka Atëherë, ka tjetër, ndërkohë te grupi i Jorit ka punuar te Jorit, te grupi jon kemi bashkëpunuar. Po, Sara që më hante lule shtrydhet mua. Tani, Dea, të lutem, fole deri tani, na le të flasim edhe me faleminderit, me respekte, Sara është momenti jot. Atë shpjegoj. Pauze. Këto se di çka kanë bërë, që atë janë njëra Ne tjetrës. kemi bërë disa përsketa që kemi bërë me shije të ndryshme që secili të gjej veten. Dhe kemi përfshirë karcof, pak djath, pak domate, pak prosciutto. Ndryshe nga gocat që kanë bërë prosciutto me fruta, nuk e di domethënë çfarë thot mendja. Ndërsa ne kemi bërë gjëra Sara, po të lutem mos bëj sikur s'kem bërë asnjëherë në vende elegante të shoqërisë të lartë. Po prosciutta nuk hahet me fruta, të lutem Sara. Kokrat ke ullirë, më thënë që ti të marrësh atë dhe të Jo, Sara, të lutem, frutat hahen gjithmonë me djathë, por nuk kam më. Gara është e ashpër, stafi do jetë ai që do vendosi, duke vendosur nga një pomodorini tek pjatanca që ju pëlqen. Pra secili prej jush do votoj duke vendosur nga një pomodorini tek pjatanca e preferuar. Fiton ndonjë Hajde, gjë, fillon. ndonjëri? Po fiton, do ju tregoj unë pastaj se çfarë fiton. Po çfarë pomodorini kanë? Jo, jashtë pjatës. Hajde, shpejt, vazhdon votimi. Shumë të dua. Jo, e dua ti dhe shoqja ime ngush për gjithë. Të urrej me shpirt. Hajde. Atëherë shumë dashuri nga Durrësi, nga Ravenna. Për pra. Mirë. Da Kosovë në ty. Hajde konin. E po voton pjatën apo po? Nëse po votoj gocat, a mund të marrë një pozicion tjetër? Si është drejt. Voto. Ku janë çunat? Hajde ni votoni. Miladea del Olimpo. Bravo. Tjetër djalë. Ja, gjithë sharpin e saj. Kush ka mbetur? Ku ka çuna? Hajde ni voton. Spiro. Duhet të bësh shitur diçka. Kanë mbetur 4 çuna tu. E la pyes, Aresi, për këtë voton. Beni. I pomodorimi të Beni. Për këtë voton. Jori. Ikë dhe Jori, për këtë voton. Po ju e Beni, kuni kështu dhe Beni dhe Kemi shumë zama, para kemi fundit. shumë zama. Për këtë voton. Me kujdes të votës së parë. Dhe Beni, dhe ka mbetur vetëm Edi. Njëshi. Edi, si jemi me të parët. Po. Edi jemi të parët, fëmijët e parë. Edi ty të presim, vendimi është i joti. Kjo Durrësi është një shtet shumë i bukur se ka bërë dy supervajza. Qa thotë Goni? Edi është arbaj që më flet me një burg këtu, nuk veti se çfarë po i thon. Qa thotë? Shipe sa duket. Kujtja i Beni. Po, e thjesht fort nuk e kanë ndjek, është më bri poshtë, është e thekur, është çaj. Eduard Grisha. është e bërë me dashuri nga Jori Delli. Po, me thojtë Edi në do se janë 8-8. Ajde, grupi Benjada Sara apo Dea Jori? Po sheti, do ta boshim. Hajde. Po si mund ta po se ka parë? Si mund ta korruptojmë Edi? Të vërsh në gjithë. A jemi duke shumë kamerë? Edi do bëj marketing për filmin tënd të ri çdo ditë në Instagramin ton. Të do bësh? Marketing për filmin e ri të Edi çdo ditë në Instagramin tim. Nëse ne ime ishtë mirë se do e fron dhe Për arsye se jeta më ushqim me vete me nisi. Nuk e kuptuam arsye. Arsye e dobët, motive të dobta. Nuk do me thanë që çdo gjë është e bukur është dhe shishëm, në këtë mënyrë kemi treguar që një pjatë më pak estetike është më mirë. Po. Dhe ne fituam. Pas pak kemi një sëllurash më bërë gati goca për juve dhe më besoni që do jenë shumë simpatike. Njëra prej tyre përfshin edhe një shishe teknike. apo te Aty do të fitoj Jori. Jetë Jori Polizzata. Goca, jemi gati të bëjmë sëllurat bukura. Gati. Yes. Tani do provoni veten para publikut edhe sa pa komplekse jeni. Aj. Të shohim. Jo, ti na ke parë edhe në situata të ndryshme brenda një shtëpie, prandaj Ju kam parë, kaloja Sarës, të lutem. Thank you.
E kanë Nuk bërë. kemi shumë komplet. Dea, jo, që s'ka shumë. Mendoj mos të ngatrohem, se mund të ngatrohem. Edhe unë atë sa po mendoj, e shoha s'ngatrojnë ngjyrën tash. Kam bërë se kam E bërë. kam bërë se kam bërë. Unë do t'ju jap disa fakte dhe ju do më thoni nëse i keni bërë apo si keni bërë. Dhe kur i keni bërë me kë. Gjitha. Edhe shtillim. Edhe në qa vit, edhe në qa muaj dhe orarin. Kam dhëruar një dhuratë që më kishin bërë si dhuratë, po s'më pëlqente. Po. E kam bërë kur kam qenë e vogël. Një dhuratë që kam bërë. Janë ai riciklat u regalo. Ah, okay, no. Jo? Jo, Si, mban gjitha për vete? Edhe kur s'pëlqejnë? i shes. E kam shitur në vintet, po diçka e vogël. Qa ishte ama? Edhe se themi do të kupton personi. Okej. Kam përndikur dikën në Instagram me mesazhe anonime vetëm se më pëlqente. No. Se kam. Jo, se kam bërë kur. Asnjëherë. Po, a keni juve account? Po. E kam një vitet e fundit, po dua. Kush nuk e ka një fake account, gënjen këtu. Edhe dy. Po nuk e përdor për të shkruar njeriu, po ndonjëherë se ti kur je, për shembull ke emrin aty dhe me atë tikun blu që i del njerëzve i pari, nuk shikon dot për shembull edhe një bluzë të duash të blesh, ke turp të futesh me emrin tënd, të duhet gjithmonë një account i dytë. Duar. Okej. Ose të pyesësh sa bën ky fustan. Po pra këtë po them. Jam kthyer me ishin. Asnjëherë dhe never. Si një kthyer asnjëherë me asnjë ish. Ka shanse në botë. Ba një rast mund të ishte Fredi. për shembull, po. Me Fredi nuk keni qenë të lidhur? Keni pasur një Ishte një lidhje jo e konsoliduar, se ishte një marrëdhënie jo me shumë pikpyetje. Gjë që mua më ka paklodhur në fillim edhe ashtë të lirë që një rëndagjë dhe erdi pasaj si kotele. Edhe ti Nuk i merr vesh, po të them. Ndërkohë të botë translate. Ria është gjithmonë Nuk më lën vetëm. nuk të lën vetëm. Nuk të lë vetëm, se është gjithmonë i njëjti. Ku e di ti kush është Ardana? Nuk ishte pyetje me shtjellim, ishte pyetje. Thjesht se kam bërë, se kam bërë. Kam parë filxhan. Jo. E kam bërë. Impossibile, ti jeton në Shqipëri. Edhe kështu për E kam Unë kam gobi. parë filxhanin brenda në Big Brother, më ka parë Angeli. Me vërtet. Po, brenda. shikon të këmbshirë në A një do të gjë nga ato gjë? Po, një gjë po. Dhe kur kam dalë jashtë e kam kuptuar për çfarë kishte dhe ishte vërtet për një sikletë në familje dhe më vonë e kam kuptuar që ka qenë e vërtet. Angel është e frikshme. Përshëndetje Angel sërish. A jeni të punë parë? Dhe unë, në Big Brother? Gjithmonë në Gjushkira, po. Edhe ty ti gjendje? Më thashë nuk do dilja në shtëpia, do rija në finale dhe Në vërtet nuk kisha një komshi shqiptare, vinte, ishte kështu abitudine. Ne thënë të filxhane. Po Gjende gjë? tani Se mban. vëllaliqe. Nuk është se kam shumë besim në këtë gjëra. Unë e kam xifobi, se kam dëgjuar që ka njerëz për shembull që ju gjejnë gjëra që ndodhin në të ardhmen edhe pastaj duket sikur i pretet. Them po sikur thot ai njeriu ndonjë gjë shumë të rëndë ose të riun të mendoj. I kam treguar shoqës së ngushtë mesazhet me të dashurin. Po. Është stil jetese. Screenshot, lexime të përbashkëta në grup. Kam shkruar për shoqjet. Po kemi çuar mesazhe për shoqet, na kanë ndihmuar mesazhet tona. I kam kontrolluar telefonin të dashurit. jo, se kam bërë kur. Pasimi se ke bërë Benjata tani. Se kam bërë. Se ke bërë? Asnjëherë. Do ta kishe bërë. Do ta filloj ta bëj. Nuk është gjë e mirë, goca nuk është gjë e mirë ta bëni këtë gjë. Jo, nuk është gjë e mirë se bësh me fiktime, po. Njeriu shikon, jo gjithmonë. Po mirë, e keni kontrolluar Mirë, se ca kohë. dini passwordin? E keni kontrolluar se i keni thënë aty pastaj çik telefonin se ka? Jo, ashtu jo. Kontroja ashtu, unë i di gjitha pasuardet. Njërë në 8 muaj, kështu më në një Pasur me frekuencë. një tërdim që jam atë disë më bërë një qek. Po pra, thjesht jemi që jemi. Kavolo jo, është propë mjeshtër. Ja, se unë pasër jam me frikshme, se unë kontroloj kështu me ikin kjave, parola kjave, Po, dhe jo, ri, fidanzata, që e ki kërkoj kështu ta mam në Instagram. Ose do të kërkosh, kjo është triga e poshta. Kontrolloj. Kam gjetë një gjë që nuk dhe ta shikoja, po është një gjë e bukur. Mund ta them për shembull, Po shik, aty prishe punë vetës, E kam sepse prish punë dhe ishte një vetës, po. surprizë. Qa, propozimi? jo. Kam parë një gjë që
Një dhuratë, diçka të lezetshme. Por të se gota Pastaj e mbajtë të fshet. Ta bëj akoma. Duhet ta bëj akoma. Po po e pret. Me trego pas. Goca kjo ishte ajo. Okej. Kam bërë botox. Jo. Patjetër. Jo, Sara akoma. Jo, nuk kam bërë. Edhe realisht E nuk kam bërë, po tani se Bese duket ballim që nuk kam bërë. Goca, kam fryrë buzët. Kam fryrë buzët. E kam bërë. E kam bërë, po unë kam, pasi i bërë, shiko, se unë kam bërë, kam buzë të mija tani. Shkova i bërë se pata atë fiksimin që po i bënin gjithë buzët, dhe më duk vetja tamam si ajo shpreha buzviç, se më ishin dalë kështu para dhe të intura, për zotin gjë më të keqe, unë nuk isha parë të vetja ime, vetëm qaja, babi më thoshte do ndrosh foton e pasaportës, do njojnë me njerëz, dhe më bullizuan dhe të gjithë familjarisht, dhe sa po ra ajo entja fillestare, i shkriva, dhe këtë gjë e kam bërë 2 herë. Po shkova i brap me njëri tjetër pas disa vitesh, kam qenë e vogël, kam qenë 20 vjeç. Shkova prap pastaj pas sa vitesh e provova në një klinik tjetër që më thanë kjo është shtyllë, do t'i bëj buzës si Angelina Jolie, thash unë do i bëj prap. Prap një javë mbajta i hoqa dhe nuk do e provoj më kurrë në jetën time. Po ti buzët e kjo të trasha. Po doja t'i bëja pak kështu te konturi, t'i bëja pak si më të ngritura. Jo, vetëm te pjesa e konturit, do të bëja 2 rafinime të vogla. Se unë jam piktore dhe e shoh veten time me sy kritik. Dhe një 2 gjëra të vogla që s'mi bëri njeri dhe unë përfundoja duke i shkrir. Dhe është shumë e dhimbshme ti shkrish, për zotin disa të dhënë, të fryen, është horror, është never again. Mos i bëni me Unë pak. këshilloj mos ta bëni komunkun. Buzët? Po. Edhe unë. Se pastaj Unë si kam bërë. pak e vogël si ishte ajo moda dhe unë si idea. Edhe ti pastaj nuk e ke më konceptin e realitetit, e duket sikur më shumë është më bukur. Më shumë më bukur, pastaj i shkriva. Edhe tani bëra një gjë shumë të vogël, imperceptibil, edhe ajo është maksimumi që mund të bëj një herë në 1 vit e gjysmë 2, se pastaj e konsolidohet e basta. Kam pirë marijuan. No. Unë kam shumë frikë nga të gjitha këto droga, është drogë marijuana. Kam i venja. Kam pi cigare 2 herë ndoshta dhe me si e kam pirë, mirë që nuk s'kam vdekur pastaj, dhe s'ka shanse të pi kur marijuana dhe as një lloj droge tjetër. Asun, unë kam frikë nga paranojat edhe kam antë se po të pi. Dhe realisht nuk është se të pish marijuana, nuk është se është ndonjë gjë kështu. Tani gjithë e konsumojnë, por nuk është gjë e mirë, por që kam hallë se vdes po ta pi. Nuk e di pse. Unë nuk di të pi një cigare, por mua është e pamundur. Përveç faktit që më proprio skifo, gjëja është një gjë shumë për mua jo cool, është e kundërta. Nuk jam shumë tranquil, nuk kam nevojë për Pas kësaj do ikim në konvent me murgeshat. Edhe do futim dhe vajzat aty t'i regjistrojmë, se mos janë pak me staf ato te kisha si më ndoni. Në Amsterdam është e ligjshme. Okej, unë s'kam shkuar Edhe atje në mund të kërkosh Amsterdam. edhe një lloj që nuk të bën as të vdesësh as të. Po jo, kur të shkoj në Amsterdam, base do e provoj. Nuk njerë cigare, është e pamundur. Çfarë do bëj? Kështu kohë për çfarë Na kontaktoni nga çdo lloj konvente murgeshash që keni staf me minus. Ideja.com. Kam bërë striptease për të dashurin. Striptease për të dashur. Pita mbaj mend se kam marrë le fundit ku kam bërë striptease. Më duket vetja shumë cringe, të më falni. Nuk ka kështu, nuk mbaj mend. Se s'mbaj mend në këtë moment, për zotin. E shkuar e harruar, e shkuar e harruar. Ka kaluar striptease. Kanë kaluar shumë vite se kam bërë. Sara nuk Po jo, nuk i di. Po ti edhe e lidhur, misar, na shpëton ti të faktën, ti je e lidhur, mund të bësh striptease. Do duke i vetja shumë idiotë të kërceja, mua nuk e di, më duket shumë çuditshëm. Po s'ka dhe gjithë keq. Jo e di, po tani që po e mendoj. Jo, Nuk është të bëjmë ndonjë piruet, është kështu. Po, ideja është vesh në një shkop aty edhe... Sillash. Me murgjit budist. Me murgjit budist e murgeshat nuk janë mjaftueshëm për këto vajza. Do ikim, do bëj meditim. Ideja, na tregon ti për tëndën. Na veni pak muzikë. Hajde Dea. Të keqa. Ka bërë janë në Big Brother, mbas fare Big Brother. Big Brother. Oh, Striptease për të dashur, për të sa pas dashur. Jo, striptease për gjithë popullin. Se ka bërë një lojë të amëse me striptease? po jo, me të ngeli mundja ta amësi. S'ke pas e për tjetër sot. Në Big Brother nuk të Po pse kisha të dashur atë? Po s'kam bërë për Jorin, kemi bërë me Jorin Big Brother Brazil, kërceni. Po, neve mbanin atë pjesën Amerikës gjallë. Po, Atë pjesën këtë Europë. popullin emancipuar. Goca, ju kam sjell. Tequila. Mua më zë, të shoqi i dytë.
Të zë? Po, shumë shpejt. Shumë shpejt. Okej. Repozato. Tani, po. Ti e njeh se unë nuk e njeh. Jo, këtë nuk e njoh, po është lingë repozato, më thënë që është më shumë vite mbajtur në ato repozato, kupton? Repozato. Ka më shumë vite që mbajtur Më vjetër do shmë mirë. Më vjetër, po, më vjetër. Okej, do me thënë duhet jetë shumë e mirë, besoj. Unë nuk jam shumë fan se tekiles. Këtu prapa ka një etiketë dhe shkruar Albana që po jeni shëndzane nuk mund të pini. Përpara ta provoj. Ka njëri nga ju të treja që shëndzane? Jo, unë se di tani. Ndërkohë na sillni pak edhe globin. Se furbeta. Që mund të thonë Albana shtëpitë e Bonjor ka bërë një regje efektive. Jo, ai di ku është la furbacionet. Është edhe furbicia. Do bëjmë edhe unë pjesë e lojës. Adesso tani po. Se duhet jeni të barabarta, apo jo? Po, sa më pëlqen kjo. Moderatore. Që i bashkohet të fituarit. Tani mbushi Jori. Ua, Jori, e di qa na ka bërë Jori të një event i saj? Të ditëlindjes sa. Po, Na bëri na jepte tequila me zor, o zoti. Vërtet? O Jori, sa mirë mushe. Ishte Jori e derdhe. Okej, s'ka problem. Shi. Okej, më falni. E bërja të... Po i pijë. Arbana, po mos e më... Nga pak. Ja. Opa. Ja, Bara bie një pyetje dhe jemi ose në pishinë. atëherë, nga të fillon. Unë do bëhem tak sot. Na gota hara. Jo, më e vogla. Pikolina. Ua, hajde. Unë kam emocione, sikur do i përgjigjem vetë. Po. Ta direkt? Direkt, po. Apo të gjitha do përgjigjemi të njëjtë? Jo, do bëni këtu, ka janë të ndryshme. E shkreta kush e di shredoj. Pra ideja është do përgjigjesh ose do pish tequila. Shiko, nuk reagon fare. Jo, thjesht po tregoj një moment që ke përdorur famën për të përfituar diçka ose pije. O zot, sa pyetje e thjeshtë. Shiko, unë mendoj që në këtë punë që bëjmë ne, Tregoj një moment tash. që kam përdorur famën, ka pas... S'po më vjen në vërtet. Jo. Po një në një restorant, një tavolinë të mirë. Jo, dikur përdorën kur për shembull duam të shkojmë në jug, edhe gjithmonë hotelet janë full, i shkruaj nga Instagrami im se thojnë goca të përdor kartën tënde, edhe gjithmonë e gjejmë. Iku. Vesh i them po, se mi do të lishë. Sureta una 3 kilometër. Do i bëjmë gjitha. Gjitha. Dërgoj në WhatsApp ose pije, mesazhin e fundit BB e shkreta unë. Lexo me zë të lartë mesazhin e fundit që ke dërguar në WhatsApp ose pije. Hajde, mesazhin e fundit që ke lexuar, Po, që ke dërguar ti. Çiko herë kush është mesazhi i fundit? Mos e fshi tash. Ja. No. Është Jo, foto. s'ka pse ta fshi. Foto. Tregoj. Foto që kam bërë nga stafi. Që kam dërguar një foto që jemi dërguar që jemi këtu. Në stofi, shpëtova po, Beniata kam dhe shpëtuar, kam Po to shpëtuar. ka më duket. Po, Arbana, po do ta pi çik tequila. Jo, po do pishëm në se kemi gjithë këto. O zot, pse? Të dim. Rendit këto personazhe publike nga më e natyrshmja tek më e shtirur në ekran. Ajo s'ka për ta bëjnë. Rita Shtylla, Fiorel Vapunari, Marina Vjolca, Dojna Mema dhe Angel Shkira. Rendit ose pi? Goca gëzuar. Jo, s'ka problem. Të bësh. Ai ishte perfekt. Ah, Gjigje. po e mirë, ha? Shumë e mirë, shumë e mirë. Për ta përcjellur Albanën. Ishte perfekt tot. Po ishte perfekt për Po të vjet me gjysmën e Po jo, Shqipërisë. se tash Daj për publikun pagesën më të lartë që ke marrë për një postim reklame në Instagram ose pije. Ole. Mos gënjestë unë e di. Jo, e di. Vetëm një postim, ke 6.000 euro. Shumë mirë. Një post proprio. Okej, super. Ndaj me publikun projektin tënd të ardhshëm që s'do doje të bëj publik ose pije. Projekt në punë. S'po të vëmashën siklet. Shiko, nuk dua të dukem cringe, por projekti im i ardhshëm është që po ndërtoj një shtëpi për një familje në nevojë, që Bravo. ka 7 fëmijë, që i kam njohur rastësisht. Bravo.
Në mesin e këtyre influencerëve, Armina Mevlani, Keratito, Bora Zemani, thuaj kush bën më shumë show, si influencer ose pije? Besoj show. Atëherë, kush ka më shumë impact, apo... Jo, kam përshtypjen që ka të bëjë me kush bën më shumë show, që nuk ka aq impact sa Të bën zhurmë. Unë mendoj personalisht që Kiara ka goxha impact, personalisht. Pastaj, se di për Borën dhe për Arminën, nuk është se... Po, do pishë dhe thuash tani se... Kush bën... Diu name ose pije. Plastik. Nuk është diçka që... A mund të them Arminën, se për shembull për momentin Armina është fokusuar më shumë në bizneset e saj. Dhe nuk është se ka aq shumë... Po them Arminën, single hatri se... Okej. Hajde. Më falni, vajza, nuk pi as alkool. Mirë zi tjetër që nuk bën. A ke qenë ndonjëherë në një lidhje me një person të famshëm që nuk është bërë publike? Jep emrin ose pije? Kam qenë ndonjëherë me një person të famshëm, se s'po e mend në këtë moment. Jori. Unë kush do pish. Ose Jo, flasi Jori. dua ta mendoj. Jo, nuk kam qenë asnjëherë. Pije, amo, pije. Pije pa gënjen. Prit. Do e pike. Një person të famshëm që nuk është bërë publike. E kuptova tani. E pip se shumë e mirë. Jo për një gjë. Ta pish me fund, Beni. Ma sektor. Hajde, me fund. Okej. Dhe unë hecë me ka pa shpirë. Dëgjoj, çfarë problemi keni me mua? Pra bemra, Një gjë tjetër, e ka fajin dora. Kush ka këta fitues të Big Brother VIP? Mendon se ka fitoren më pak të merituar. Ilir Shaqiri, Luiz Elli, Egla Ceno apo Gjesti? Thuaj emrin ose pije. Thuaj tani emrin tani. Tani, unë nuk gjykoj dot për Eglën dhe për Gjestin, sepse nuk e kam ndjekur Big Brotherin aq sa që të bëj një analizë të se do bëj gabime, se kurs Bëj për ta të dy që ke ndjekur. Pra, ta bëj për ta dy të mit. Unë mendoj më pak të merituar mes Luizit dhe Ilirit. E ka patur për shkak të konkurrencës së lartë me personin tjetër, Iliri. Pra, Luizi ishte në publik absolutisht shumë i preferuar, ndërsa Iliri dhe Nurani kanë qenë shumë afër me njëri tjetrin dhe në këtë kuptim më pak të merituar. Kjo është analiza, po Shpëtova. Nëse do të ofroni pjesë të mirë mua, u bëjmë. A do bëj një reklam për mbajtje provokuese dhe jashtë stilin tënd. Thuaj sinqerisht ose pjesë. do bëj një reklam me përmbajtje provokuese dhe jashtë stilit tënd. Përmbajtje kontenuti. No, atëre, unë po të bëj nesër OnlyFans bëhem blej gjithë Tiranën. Bravo Jori. Jo. Pastaj 50.000 euro. A zgjuan që i duhet 3 zeri dhe konsiderojnë. Me 500.000 po. 500.000 të dalë kështu. Dipende se çfarë, po kurse tipo nudo. Pak e zhveshur. Pak e zhveshur, po, daj. Dimojnë me shumë njerëz në 500.000. Bëjmë mirësi. Adria. Ndaj emrin e një nga djemve më të përfolur shqiptar që të ka ngacmuar në djem ose pija. Më jepni një shok. Ja, po tregoje tani. Ti the na ngacmove ne, vajza kështu, vajza ashtu. Po Murgesha. Na bëre Murgesha dhe ti tani. Po ç'po nga mund nxjerrë. Mos ndaj çift. Si shikon kjo. Po punë që luan më fix për influencera. Thuaj emrin e një brendi që nuk do të bëje kur reklam, sepse produkti ishte zhgënjim, thuaj ose pije. Ka lidhje me tu si influencer kjo si pyetje. Po dhe pyetje që i vinë Arbanës ka lidhje. E shikon ka një dorë më të madhe lart që orkestron gjërat. Trego emrin një banor në Big Brother VIP që ke bërë sikur të pëlqen, por në fakt se duroje dot, vetëm për strategji ose për publiku. Thuaj tani ose pije. Një banor që kam bërë sikur më pëlqen, po s'më ka pëlqyer. Unë mendoj që kam mbetur me ato që kam pasur gjithmonë qejf. Zemër, një banor në Big Brother s'ka pëlqyer. Tani është dikush se jemi njerëz. Ti jo, e ke?
Jo ti. Vjet, mi shih. Jo, do ta pi. Të paktën nuk jemi ne që jemi këtu se na ka qef. Ma mirë të kështë fa. Mos e Je në gjithë kohë. me salsën se bime. Sa spina jo benjada. Po ju më keni mbushur. Ajde, Gjeca. Tregon nëse ke përhapur ndonjëherë tash e theme për dikë pa qenë të vërteta ose pije. S'kam përhapur tash e theme për dikë as tu qenë të vërteta, jo. Ke stalkuar ndonjëherë ishin e dikujt tjetër? Po, kam stalkuar, po. Ishin e persona. Po, pse lexove deri në fund se thuaj të të kujt dhe pse? Jo, diku në Instagram dhe pse? Po. Që ish jo imi ish. Jo, ti. E dikujt tjetër. Në ke stalkeruar? Lexi qualcun altro. Po ja, ishe të benjadës. A ke stalkeruar? Ke parë? Çfarë për ty? Amo, ishte për drek. Përmend disa emra banorësh në Big Brother VIP që të kanë zhgënjur më shumë pasi kanë dalë nga shtëpia, thuaj ose pija. Këta të Big Brotherit ishin brenda ishin me 15 fytyra, ndërsa kur dalin jashtë tregojnë vetëm fytyrën e tyre të këndshme. Po, është e çuditshme, të gjithë njerëzit që më kanë sulmuar brenda në Big Brother, se unë te Big Brother im kam qenë shumë e sulmuar kur vinin njerëz nga që e shikonin që unë merja sulme nga jashtë nga publiku dhe ata që futeshin të rinj që të fitonin simpatinë e publikut ktheheshin kundër meje. Mendon se kam bërë asnjëherë këtë. Jeta ime, prandaj e dua. Dhe pasi musulmonin aty kur pan që shkova në finale, e disa njerëz kanë ardhur dhe ua, unë të kam dashur gjithmonë ty, unë të kam shumë gjanë ty. Do të thënë, ishte kështu, ishte shokuese që ti më ke nxjerr jetën aty brenda, sipas ke dashur gjithmonë. Do bëj pyetje tjetër tani? Po, emra nuk i apo të listoj emrat e këtyre. Jo. Thuaj emrin e njerëz nga vajzat në këtë tavolinë që ka pasur suksesin më të lehtë në jetë ose pi. Kam një pyetje për Vanën. Kush i ka bërë këto pyetjet? Ja, do t'ju përgratoj pastaj. Kush i ka bërë këto pyetjet? Ngajni dorën. Kush është fajtori? Po kjo është pyetje pak si kështu si sugjeron që unë mendoj që gjitha këtu ne jemi vajza shumë punëtore dhe më vjen keq ta them. Po e keni në mendje. Unë po bëj revist këtu. Po si? Ndaj për publikun në emrin një influencuese shqiptare që nuk do punoje kur ose pita. Marrim këtë ta bëjmë një gëzuar. Bëjmë një gëzuar. Hajde Gjitha, ku i keni gotat? Prisë ka marrë gotën e Jorit. Ja, të daj pak. Jo, bëjmë mos, mund të ma bëjmë. Jo. Bëjmë një gëzuar për fundit. Ja, Bana. Mund të dajmë edhe. Po s'ka që më mos e pite gjithën. Okej. Pisa duash. Hajde. Gëzuar goca u kënaqem shumë. Faleminderit. Thank you. Më tani këtu plus me fat, ragazzi. Po do ja them finë të një të gjëra. Plot me lehtë, me fat, me dashuri dhe me shnet. Hu jam tap. Ky emision u mundësua nga Uji Qafshtama, Konad Albania, Obu Store. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.